dhe ishte 8 marsi, dita e nënave, grave, po që festuam, po që shijuam deri në maksimum. Po çka i ka ndodhë Axhës Ruzht, nuk e di, por unë në nduar trukitjet e juaja e ftoj. Ruzhda! Qajnis bardhe jo, e kanë lomet bardha në dheqë? Gruas, për 8 mars, lullin ja dhurova, për mërvesha për nga knina. Ajo me buzëqirshi, unë e përqafova për mërvesha për nga knina. E gruan për 8 mars, fërte pu, tha unë, apo mërvesh, apo nga knina. Dhe një vesh i thash, që është lumë të shumë, apo mërvesh, apo nga knina. Se, kur ti e lumë të ndjej dhe unë gëzi, me thash, festa jo të bukur, është dhe festa ime, hama omin. është festa hamomit, apo mërvesh, apo nga knina, qërë për qapisan. Se janë tranu që të gratë tëna, jo për thënë, s'kena drejta, vëlloj bre, a kanë drejta, apo mërvesh, apo nga knina, a kanë shtremta, atë lakune, tanë ati kanë, apo mërvesh, po nuk i diri që ka polikin. Ishtë të ugu e së qërën, apo mërvesh, apo nga knina, grune kam fët luqk. Edin, po diqysh, apo mërvesh, apo nga knina, është si zemra huja, pëtin, se po qyrti. Mas pak i qef mi thot është ti zemra jem mi tha muna, për mërveshe për ngëkine, po kështu zemra huja, ka qef me bo për të hujtë shumë të anuhat, që shkrinjet kejta për mërveshe për ngëkine, ishtë unë sa ba, tha, ti njeri, tha shurë ti gru, tha unë e set du me dalë me festu 8 marsin, tha shkur dënë let fesën, unë për vetis moj. Ajo që s'moja për mërveshe për ngëknina, për interesant bashkë për 8 mars, dhe fët e kam njëri se bashkë për 8 mars e kam ratin e kreditit e më shkuqi. Thash, amoni t'i gruja jam, amoni t'a kam për mërveshe për ngëknina, ngëm, shkëbre festa, tranëv, qartu, baqë ka dush, krejt, amoni t'a kam për mërveshe për ngëknina, veç më së mle obligime. Tha, jo, ti njeri ku obligime më stanin, tha, kur gjos ki me ba, qiken e sanis e këshyr, djalin e hazbis, 2 bines e kumris, 4 djem të kunatës të ma, dhe kry që kak. Apo mërveshe për ngëknina, unë ola me në adhësh, shka me bo, për e që gutë këtheja fjallin, apo mërveshe, thash, okej, apo mërveshe për ngëknina, shkun, unë jesëm për marak, i mora shka miranis, apo mërveshe për ngëknina që, ma i vogli 3 muj, ma i madhe 3 vjetë. Unë ola pikëshyri që shtu që e këshyra të parin, që më këshysh një gundullu, si një qap, për me, sa qësha pa thama, për me rreshe për ngëknina, boni, ja, një zonin, ju piskaj. E nuk banë në zonë për mërveshe për ngëknina, thash e mirë, thash hajtë të thiri shalihin atë këshina, dhe thash pina në qaja në kafe, ju më njësë me një nuk di gjonë që koja ka njësë. U thë që se të një qara për të loja për mërveshe për ngëknina, nuk di gjonë, nuk di të shami bon, plus a dish kam sa gruja, sa du të me adho këti qumshtin, a gëzimi sa jebe atomlin, se qumshtin e këthen, sa nuk pe bon, a për mërveshe për ngëknina, ka ti qumshtin e ngoj, ka për qita në gjumë, për konë këta rapa, zuni gjumë këta, ta ma në zuni gjumë këta, kis ka këtë tjetëri, ka këtë tjetëri, ka për ndjep, a për mërveshe për ngëknina, range, shrejti kë. Shrejti kë për tjetë, ma që këtë tjetëri na, dhe së tranjora. Kap njën kitë ka për mërveshe për ngëknina, kë ka pisë këknej, kë ka shëknej, desh më hangën. Kur gju nuk u mërë mërzi, para më ndë 7 pampersa, minru, 7 lëj. Edhe apë, dini, shkam dëdhe për mërveshe për ngëknina, kër erdhë gruja, qa që mirë që është, më shtini edhe më janë gjesh kam, tha se ju më lëdhë të kësia për mërveshe për ngëknina, tha se anë se të në gjesh, më lëdhë, se të në gjesh,
Të qënë, ju gëtë, të konverve, të konverve, të gjina të këmina. Exona Minici, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Është bukur që të kemi këtu për herë të dyta të treta se ti edhe ke fillu të këndosh në Odeon, a? Është e vërtet. Ma shumë se 2-3 herë, nështë? Po ka vite që keni... Ka vite, diko 7 vite. Atëherë kur keni garu me plot të tjerë. Me plot të tjerë. Mirë, sot e po promovojmë këngën tuaj më të re që e kanë realizuar kush? Rahman Kryeziu e ka bo orkestrimin edhe muzikan, tekstin e ka bo Kreshnik. Avdiu i përshëndes që të Niko, i që madhe. di që se ka bo dhe i madhe dhe këngën kështu, po bukur shumë. Dhe e keni realizuar dhe klipin me? Me Mirtonin, M Production. Si zakonisht. A je kënaqur me M Production? Jash zakonisht shumë, edhe me M Production, edhe me Rahmanin, edhe me Kreshnikon, jëm da shumë e kënaqshme. Kënga realisht po zhvillohet mirë, po ndëgjohet, është balat, është një këngë e mirë. Realisht njerëzit edhe që shumë nuk më njohin, sa që me, domethënë me ditë kush jam. Kom kënu shumë kohë gjatë, kom kënu shtëpit kulturës, kom marrë pjesë në gjanat shumëta, po nuk jam ekspozu shumë në televizione. Sonte sikur dominon ju vështëria këtu dhe edhe unë edhe Miria, edhe të gjithë bashkë do të duar trokasim, ta promovojmë këngën tuaj të re që quhet